Arban Përlala, i njohur nga të gjithë me emrin e Artit Xhibani, i ftuar në një studio televizive, ka rrëfyer disa prej ngjarjeve të pakëndshme që i kanë ndodhur në jetë. Data 7 janar 1992 është një prej ditëve më të vështira për këngëtarin Xhibani. Punoja te kioska, shërbeja aty. Kur shkova të merrja vëllana që po rinte vëllai, më tha merre kapsolli. Ai kapsolli vinte nga magazinat e metalurgjisë, minierës në Rubik. Kapsolla ishte e lagur, i pres fitili nuk funksionon, ndeza një zjarr, nuk bëri bam. Marr dhe ngacmoi dhe vetëm dëgjoj një zhurmë, pati një shpërthim, më dëmton syrin e majt. Unë e kam parë në ëndër këtë ndodhi dhe ja thash babit, humba shikimin tek syri i majt. Më dërguan në Rryshen, pastaj në Tiranë, më bën operacion me anestezi lokale. Unë ndjeja shumë, i mbaj mend gjithë përat, 11-12 vjeç. Besoj se truri njeriu ka veti që trauma t'i fsheh që të ketë mundësi të vazhdoj. Hardisku im ka bërë disa herë fshirje se kam përjetuar shumë trauma. Sot e kësaj dite, lexoj komente qoftë, mi ushi tek Big Brother VIP që më këndonte qorin e Lalzit. Syri im është në 50% të shikimit. Flisnin me orë të gjata, misione diplomatike, festare. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.